E pra të dashur miqtë e mi, do ndalojmë tani tek një personazh tjetër, tek një artiste e cila ka qenë shumë e përfolur në fakt këto kohët e fundit për të qenë pjesë e reality show Big Brother edhe ajo. Domethënë kanë qenë emra që në fakt janë folur lart edhe poshtë. Por siç duket, ditët e saj, të paktën kjo e premte, e shtuna, nuk është se ka nisur edhe fort mirë. Do ndalojmë pikërisht tek Angel Shkira. Angel Shkira ka postuar një fotografi në Instagram që menjëherë në mënyrë automatike ka bërë xhiron e rrjetit social ku të gjithë fansat janë shqetësuar për shëndetin e saj. Angel Shkira ka postuar një fotografi, në fakt e ka vënë më së shumti në fokus dorën e saj dhe një pjesë të fytyrës ku duket që është e shtrirë në spital dhe po merr disa terapi. Do me thënë, nuk e dim në qoftë se ka kryer një operim apo është duke bërë ndonjë ndërhyrje në pamjen e saj, në trupin e saj, por gjithsesi, do me thënë, Angel Shkira duket që po kalon ditë të vështira. Ajo ka bërë të ditur se ka pësuar një lëndim, duke treguar se këtë herë e pas ka thyer këmbën, pasi më herët kishte thyer edhe krahun, do me thënë krahun e theu kur ishte në Big Brother. Angel i ka ndarë pamje nga Spitali Amerikan në Prishtinë ku shihet se është duke marrur trajtimet. Thash të kaloja një herë nga Spitali Amerikan në Prishtinë me ndonjë thyerje të vogël, ka shkruar ajo. Angel e ka bërë pak me shaka situatën duke zbuluar se DJ Dax po i qëndron afër gjatë të gjithë kohës. I ka ngel merak që s'ka qenë kur e kam thyer krahun, por kompenson me këmbën tani, ka thënë Angel Shkira për DJ Daxin. Nuk kupton që Angel Shkira po kalon ditë shumë të vështira, ajo qëndron akoma e shtrirë në krevat në spital, do me thënë, atje ku edhe është e hospitalizuar, nuk ka dhënë detaje se ku, çfarë dhe si, do me thënë ku në çfarë vende ka thyer këmbën, si e ka thyer këmbën, ka ndodhur aksidentalisht, si ka arritur deri në këtë pikën, por ajo tregon që është në gjendje shumë të mirë shëndetësore, do me thënë nuk është aq e rënduar, thjesht normalisht derisa këmba të zërë vendin e vet do duhet të qëndrojë në spital, por në krah i qëndron DJ Dax edhe këtu në fakt shuhen këto hamencimet e mëdha që ishin, këto aludimet e ndryshme që Angeli dhe Daxi janë të ndarë, janë të divorcuar, martesa e tyre ka përfunduar, marrëdhënia e tyre ka përfunduar, do me thënë ditën e sotme Angel e ka dëshmuar që marrëdhënia e tyre është shumë e mirë dhe po shkon jashtëzakonisht bukur. Do me thënë Angeli po ndjet në formën më të mirë të mundshme, edhe pse do me thënë ka kaluar një moment shumë të vështirë. Unë i shpreh të kaluara, do me thënë të shkuara, shpresoj që Angeli të rimerr veten sa më shpejt dhe të rikthehet, dhe pse jo, do me thënë ta shohim edhe në këndin e opinionistes që këtu nënkupton që edhe Angel Shkira nuk do t'jetë vajza që do të zërë karrigen ashtu që përflitej, por gjithsesi tani nuk është në pyetje opinionistja, është shëndeti i saj, por siç duket komoditeti që ka Spitali Amerikan në Prishtinë apo në Shqipëri me patjetër që të dhuron kushtet më të mira që ti ta kalosh sa më shpejt këtë fatkeqësi që në fakt Angelin e ka përfshirë.